Si fizioterapeut, ja ku ditë ma shumë vlerën, sepse kontribon shumë në nyje. Kolageni ndihmon edhe te kjo pjesë që ti me u ndjej shumë ma i lehtë, në atë aspektin që ma i pushushëm, e pas një gjumë shumë ma të rehatshëm. Na në duagjen kena bajgë shumë kolegë që ja ka njësë me përdore dhe komentet pozitive të produkteve me përgjithësien krejt të mira, po të regëm ty që atë shtytje me marë? Na sigurisht, unë e kum pas edhe pak për shkak të profesionit të parë që e kam si fizioterapeut, ja kum ditë ma shumë vlerën, sepse kontribon shumë në nyje, në kërcat e nyjeve, edhe krejt organizmi jonë, kur fillon me SB, prodhimin e kolagenit, nyjet shkojnë të ugry me njëna tjetrën, edhe i japin dhimbje pacientit ose kushdo qoftë që ka probleme me nyje. Sidomos moshat e shtyra, dhimbjet në gjojnë, në shpinë, janë më së të shprehura, kështu që me marrjen e kolagenit këto dhimbje shkojnë edhe shuhen gradualisht për shkak se kolageni ndihmon këtë kërce me ushqy edhe me u bë më të buta, më letimi më funksionale. Ndërkohë sa i përket mu personalisht, unë thash të rivetit ma herët gati, para se m'ja njësë me marrë dhimbë, se këtë vit i kumë bot 30 vjetë, edhe sigurisht me mosh tash do të m'ja njësë, të ku që po më do këtë vetja, do të m'ja njësë me... Po, edhe ja njësa me përdor, edhe unë e përdori shumë ma herët, besa... Sa ku jam bo që tu e përdor? 6 muje sipër, kolagenin, po ky kolagen pluhur është shumë i letë, se mund është me marrë me kafe, me ujë, me gjela, kudo që e ki ma letë me marë, është një prej produkteve ma të mira që i kena në treg. Jam bo 6 muj që i të e përdor, po më interesojnë, kështu ma sa ku aja njëse me i vrejt ndryshimet të vetja? Pyetje shumë e mirë. Nuk është që me njëherë na mujna me pas efekte mja ditë ose e mirë koka, po prej javës së dytë edhe tretë me kolagenin prej natura terapis, ti veç fillon me i pa efektet. Ndërkaq konsistenca të përdorimi i kolagenit është shumë e rëndësishme, se duhet me e përdor të paktën mbi 8 muaj. Njerëzit të cilët veç se kanë dhimbje në përnyje për shembull, duhet me marrë deri në 12 muaj. Edhe këtu dallon edhe sasia, për shkak se nëse veç se nuk kemi, po e marrim për mirëmbajtje, thjesht për lifestyle, 5 deri në 10 gram në ditë është e rekomandueshme, nuk ka rëndësi mëngjes drekë-darkë, kur do mundën me marrë, por nëse keni dhimbje të gjojve, ose të shpinës, ose çfarë do lloj dhimbje në organizmin tuaj, rekomandohet 15 deri në 20 gram të kolagenit pluhur. E keni edhe lugën aty në produktet e kolagenit që është shumë lehtë për me bë matjen, edhe me e përdor. Tjetra që ka më rënë bend është shumë e rëndësishme që në qoftë se veç jashe efekti nuk është që duhet me nalë, po duhet me vazhdu derisa që niveli i organizmit veç se e ka të nevojshme edhe fillon ndoshta me ani tepër më mirë vetën edhe të bëhet pjesë e lifestyle-it tonë për dëshmërisë. Për gjendjen fizike s'po e dyshojmë, po besoj që rol të madh ka pas edhe në gjendjen emocionale. Kështu mandej një shumë më rehat për vetën. Sidomos te gjumi. Gjumi zakonisht njerëzit të cilët kanë shumë aktivitete gjatë ditës edhe ngarkesa, krejt pushimin e gjejmë te pjesa e gjumit. Po, kolagenin ndihmon edhe te kjo pjesë që ti me u ndjej shumë ma i lehtë, në atë aspektin që ma i pushushëm, e pas një gjumë shumë ma të rehatshëm, jo me dalë gjumin gjysmë natës, po e bën gjumin totalisht komplet edhe ndjehesh shumë ma i pushuar prej sado orë që ti ke bo gjumë, thjesht ndjehesh ma i pushuar.